Shpërthimi i Gjeneta Fetahut pas fjalëve të Benitës për nënën e Elionës. Një reagim i fortë ka vërshuar në rrjetet sociale, pasi Eliona Binakaj, banorja e Big Brother VIP Kosova që ka humbur nënën dhe motrën tragjikisht, u vënë në presion nga banorët e Alba dhe Benita. Gjithçka kulmoi kur, në një moment tensioni, Benita i tha Elionës: "Nuk e ka mamin këtu për ta mbrojtur." Ky koment u konsiderua jashtëzakonisht i pamëshirshëm nga publiku. Edhe pse ekziston mundësia që Benita të mos e ketë ditur historinë e dhimbshme të Elionës, reagimi i publikut ishte i menjëhershëm. Një ndër reagimet më të zëshme erdhi nga Gjeneta Fetahu. Ajo publikoi në llogarinë e saj në Instagram një video të momentit, duke dënuar ashpër Benitën me fjalë të rënda. "Sa idiot femën duhesh me kam me prek tek nana." Kjo deklarat ka ndezur edhe më shumë debatin. Komentet në mbështetje të Gjenetës dhe indinjata ndaj veprimit të Benitës vazhdojnë të shtohen, ndërsa publiku pret më shumë ndjeshmëri dhe kujdes brenda formatit të Big Brother VIP.